është me aeroterapia. Trajtimi i dytë është trajtimi me avullin e propolishit. Propolishi është një antibiotik natyral i kur në rreth 235 elemente përbërëse, është fort, ka efektet, sidomos në dhe alergjisht, po edhe antibiotik, antibakterial, antivirusal. Një fjalë, është një farmaci ende pa hulumtuar. Vetëm 50 elemente propolishit sot dihen çka janë. Si trajtimi i tretë është trajtimi i kolonës vertebrare, tunazhave të kurrizit, por jo me operacion, për pacientat që kanë ankesa për më të lehta jo të operacionit, me anë të mjaltës freskët dhe me masazh. Masazh me mjalt? Po. Trajtimi i katërt që ne kemi thonë është trati i biorezonimit. Kur frekuencat gjithë ata individ bletë, rreth 300.000 individ bletë në shtratin e biorezonimit, krijojnë një fushë biomagnetike që arrin me bo shkarkimin e fushës magnetike të njeriut. Një farë forme me bo një relaks, një farë lloj resetimi